pjesën e parë Amerikanët i nxorën nga kriza edhe shpëtuan për pak që mos i vrasim, por akoma vazhdon pjesa e dytë, nuk mund të flasësh për politika inkluzive dhe gjithëpërfshirëse të një shoqërie e cila duhet të ndërtohet mbi parimin e diversitetit, mbi parimin e një koncepti multietnik, sepse kjo do duhet të jetë pasuria më e madhe jona dhe jo të jetë mallkimi më i madh i këtij shteti. Ja ka një ndërhyrje zoti Baçi mbi këtë që po thonë. Slaf, kësaj më tepër i vjen për shtat emri Serbia Jugore, se sa që i vjen Maqedonia e Veriut, por vjen mirë që ka një gjenerat të re e cila tani të dyja këto lloj teorish po mundohet të luftoj me atë që nuk e njeh dominimin dhe supremacinë slave si koncept që ka patur gjenerata ime. Qartë, përpara se ta kaloj tek Gimi, zoti Ademi. Nga dalja e kësaj iniciative ka një lloj optimizmi, ka një lloj shprese që më në fund artikulimi i nevojave shqiptare nuk bëhet nga parti politike të cilat pastaj do ta kishin reatuar ministri me një tender apo me një punësim, edhe ndërkohë që do shuhesh te kjo lloj zjarri. Por gjithsesi, për sa kohë situata arriti deri tek studentët, tek protestat, a ka një përgjegjësi këtu për partitë politike në qeveri e kanë fjalën dhe ju thoni që merret një ranë që situata e ka një të mirë, mund të shkojë tek e mira, por një përshkallëzim mund të flasim? Jo, nuk besoj se do ketë përshkallëzim, në qoftë se do ndodh përshkallëzimi, ato do jetë budallëku më i madh që mund të bëjë institucionet, sepse në 2026-ën asgjë nuk bëhet me dhunë. Sa më tepër që e shtyp diçka, aq më tepër të sipërfaqe ajo gjëja që të cilën e kërkon, edhe dhunë për çka? Për një të drejtë elementare të gjuhës që do doni ta përdorni në provimet jurisprudencës, fundja edhe sikur ai të themi edhe sikur studentët do tërhiqen, do thonë që do ta japim provimin në gjuhë maqedone. Ai lloj provimi është i përplot i mbushur me gjuhë teknike, profesionale, të cilat studentët i kanë mësuar krejt në gjuhën anëtare. Është e logjikshme që tani pasi kanë përfunduar 4 vite apo 5 vite studime, të gjitha gjuhën profesionale të atij profesioni e kanë mësuar në gjuhën anëtare, të japësh në gjuhë tjetër. Kjo është e paimaginueshme, edhe vetë maqedonasi duhet ta kuptojë një gjë që nuk mundesh, domethënë, nëse të gjithë studimet i ke patur në një gjuhë me një lloj vokabulare, me një lloj koncepti dhe tani vetëm për shkak se ti kërkon të kesh supremaci gjuhësore dhe me këtë qëllim dëshiron të kesh një lloj nënshtrimi ndaj kombit të dytë ta bësh të në gjuhë maqedone për shkak se nuk e lejon kushtetuta. Tani këto lloj trika dhe këto lloj kurthe gjithmonë na i ka bër Maqedoni, sepse edhe një herë thash ne kemi patur parti, po s'kemi patur përfaqësim. Ne kemi patur numra, po s'kemi patur fuqi ndaj maqedonasve. Ne gjithmonë kemi patur, thash edhe një përfaqësim, pas njerëz kemi patur vendimarrje në këto lloj mekanizma kundërtohet shteti. Ja, ka një ndërhyrje, lutem zoti Baçi. Zoti Ademi, sepse nuk jemi në studio edhe ndoshta për ta bërë komunikimin më të lehtë. Ka një ndërhyrje mbi atë që po thoni. Ju dëgjova me vëmendje dhe kemi ndjekur ndoshta 2001-shin njëkohësisht, por ju mendoni që VMRO e ka ende në fuqi mendimin që 2001-shi ka qenë një kapitullim institucional i maqedonasve dhe e dyta, se ndjek nga afër, a mos është ndikuar më shumë ndikimi serb, domethënë po përhapet dhe kjo mund të jetë një reagim nga ky lloj ndikimi sot në Maqedoni? Është e treta, zotëri Baçi, të dyja bashkë. Edhe ato edhe kanë ndikimin serb, edhe mendojnë edhe unë e di nga antarësia e tyre, sepse kjo është një sekret publik që ato e thonë që në 2001-shin ka kapitulluar shteti, është dita kur maqedonasit ndjehen qiraxhin në vendin e vet. Nëse do flasim, do flasim cili shtet ka qenë në 2001-shin. Që rol të madh ka patur shërbimet sekrete serbe në këtë narrativ apo në këtë koncepti politik. Cili shtet pretendojnë ata që ka kapitulluar në 2001-shin, se nëse flasim për 2001-shin, Maqedonia nuk ka qenë, Maqedonia e Veriut, nuk ka qenë shtet funksional, as në atë kohë. Nëse ti pretendon që ka kapitulluar një shtet që ka qenë gjatë e kapitulluar, kur 99% e ekonomisë e kanë patur ato në dorë, vendimarët i kanë marrë ato në dorë dhe ato e duan shqiptarit të jetë në nivelin e zanatit, në nivelin e një biznesi i cili ka të bëj vetëm me një apo 2 punësuar ku i shërben maqedonasit. Duhet të ketë byrektore, duhet të ketë qevaptore, duhet të ketë zanate, të jetë maksimumi
diçka i vogël dhe duhet të jetë gjithmonë në shërbim të maqedonasve, jo në për sektore ku ka vlerë të shtuar, jo në për sektore ku kompania shqiptare punson 200-300 vete dhe bëhet punëdhënës i madh në Maqedoni. Ato nuk e imagjinojnë shqiptarin në këtë mënyrë. Shqiptari duhet të jetë shërbis civil i rangut më të ulët dhe kompanitë shqiptare duhet të jenë në zanatet përfshira, jo në për sektore ku ka vlerë shtuar ekonomike. E qartë, për të ndalur te